Betyli thot Sherminit se ndihet e friksuar pasi mendon se Çolak do të shkojë në polici për të bërë kallëzim për të që u përpoq ta vriste. Shermini vjedh Hajmalin, Lejlës së vogël. Züleyha dhe Akan bisedojnë rreth dasmës së tyre. Lutfie, Çetin dhe Zenep darkojnë së bashku. Vahap bën lojra me Çolak, i vendos atij një pul në dhomë. Lutfie bën të mundur takimin e Fikret me Zenep. Ajo dhe Çetin largohen dhe i lën vetëm. Fikret shoqëron Zenepin për në hotel, duke biseduar kështu gjatë gjithë rrugës së bashku. Lutfie largohet nga shtëpia e Züleyhas. Kjo e fundit i kërkon Lutfies që të kryejë ceremoninë e dasmës së saj. Lutfie i thot Fikretit se në shtëpinë e tyre tashmë mungon një grua, një nën për Kerem Aliun. Fikret përpiqet të anashkaloj bisedën e tyre. Züleyha tashmë ndryshon dhomat e gjumit me mobilje të reja. Tashmë në rezidencë fillojnë përgatitjet për ceremoninë e dasmës. Zilia dhe inati vazhdon të jetë e pranishme tek Shermin dhe Betyl. Lutfie vonohet për të kryer ceremoninë e Akanit dhe Züleyhas. Betyl dhe Shermin ndihen të lumtura për pengesat e kësaj ceremonie. Çolak merret nga policia si i dyshuar për zhdukjen e Lutfies. Züleyha e agravuar kërkon llogarit tek Çolak se ku mund të jetë Lutfia. Policia shkon dhe kërkon Vahap. Ai përpiqet të arratiset. Vahap rrugës ndalon Lutfien dhe i kërkon asaj makinën për të shpëtuar nga policia. Lutfie pa dëshirë ngelet në mes të pyllit. Lutfia arrin të shkojë në prokurori, ku gjendet dhe Züleyha, duke i shpjeguar për situatën që u fut papritur me Vahap.
Më në fund Lutfie arrin të kryejë ceremoninë e martesës së Zylehas dhe Hakan. Xhevria ja ka vënë syrin nga furit. Ky lajm vjen pa pritur për këtë të fundit. Züleha njihet me Zenepin. Fikret marr pjesë në dasmën e Zülehas. Abdulkadir dhe Çolak bëhen bashkë për t'u akmarrë ndaj Betylit. Fikret më në fund bindet se e humbi përgjithmonë Zylehan dhe i uron asaj jetë të lumtur. Hakan dhe Zyleha kalojnë natën e parë së bashku si të sapo martuar. Hakan dhe Zyleha mbledhin punëtorët duke i vënë në dieni se me martesën e tyre asgjë nuk do të ndryshojë. Me këtë rast, Hakan shpërndan arë për punëtorët e tij. Ai urdhëron që t'i jepet edhe Sharminit. Betyl nuk e pret as pak mirë këtë gjë. Zeynep insiston për të mësuar se kush është pronari që nuk po i merr para për qiranë e shtëpisë. Çetini thot asaj se është Fikreti. Zeynep shkon dhe i dorëzon lekët e qiras Fikretit. Fikret fut njerëz tek Abdulkadir për të mësuar se kush ishte njeriu që vrau Ali Rahmet. Ai do të bëjë çmos për të marrë hak për xhaxhain e tij. Këto pjesë janë marrë nga seria e 135 e serialit Tokë e Hidhur, që tashmë është drejt fundit. Na lini komentet tuaj në lidhje me këto përmbledhje.